Hirin e Zotit tonë Jezu Krisht do të lexojmë nga letra e apostullit Paul drejtuar Romakëve, kapitulli 11 dhe paragrafi paragrafi 19. Romakët, kapitulli 11, paragrafi 19. Do të thuash pra degët u prejnë që të shartohem unë. Mirë, ato u prejnë për mosbesimin, por ti qëndron për shkak të besimit. Mos u kreno, por druaj. Sepse nëse Perëndia nuk i kurseu degët natyrore, shiko se mos nuk të kursen edhe ty. Shi pra mirësinë dhe rreptësinë e Perëndisë, rreptësinë mbi ata që u rrëzuan, dhe mirësinë ndaj teje, në qoftë se ti do të ngulmosh në mirësi, përndryshe edhe ti do të këputesh. Kështu edhe ata, nëse nuk do të qëndrojnë në mosbesim, do të shartohen, sepse Perëndia është i fuqishëm të shartojë përsëri. Sepse në qoftë se ti u këpute nga ulliri i egër prej natyret dhe u shartove kundër natyres në ulli të butë, aq më tepër këto që janë deg prej natyre do të shartohen me ullirin e vet. Sepse nuk dua o vëllezër që ju të jeni të paditur këtë të fshetë, që të mos mbaheni më të madh në veten tuaj se i ka ndodhur një ngurtësim një pjesë të Izraelit derisa të ketë hyrë tërësia e jo hebrejvet. Dhe kështu mbar Izraeli do të shpëtohet, sikurse është shkruar, nga Sioni do të vijë çlirimtari dhe do të largoj pabesin nga Jakobi. Dhe kjo do të jetë beslidhja ime me ta kur unë t'ju heq mëkatet e tyre. Për sa i përket Ungjillit, ata janë armiq për hirin tuaj, por për sa i përket zgjedhës janë të dashur për hir të etërvet, sepse dhunti dhe thirrja Perëndis janë të pakthyeshme. Sepse sikundur ju dikur ishit të pabindur ndaj Perëndis, por tani fituat mëshirën për shkak të pabindjes së tyre. Kështu edhe këta tani u bën të padëgjueshëm që me anë të mëshirës që u tregua për ju të fitojnë edhe ato mëshirë, sepse Perëndia i mbylli të gjithë në padëgjes që të ketë mëshirë për të gjithë. O thellësi, pasurie, urtësi dhe diturie të Perëndis, sa të pahulumtueshme janë gjykimet e tij dhe të pashtershme janë udhët e tij. Sepse kush e njohu mendjen e Zotit, ose kush u bë këshilltari i tij, ose kush i dha atij më parë që të ketë për të marrë shpagim. Sepse prej tij me anë të tij dhe për të janë të gjitha gjërat, dhe atij përket. Amen. O vëllezër, po ju bëj thirrje nëpërmjet dëmshurisë së Perëndis, ta paraqisni trupin tuaj si flitë të gjallë, të shëtëruar, të pëlqyer te Perëndia që është shërbesa juaj e mençur. Dhe mos u konformoni me këtë botë, por transformohuni me anë të ripërtaritjes së mendjes tuaj, që të provoni cili është i miri, i pëlqyeri dhe përsosur i vullneti i Perëndis. Sepse për hir që më është dhënë, unë i them secilit prej jush të mos e vlerësoj veten më shumë se sa duhet ta çmoj, por të ketë një vlerësim të përkor sipas masës së besimit që Perëndia i ndau secilit. Sepse sikurse në një trup kemi shumë gjymtyr dhe të gjitha gjymtyrët nuk kanë të njëjtën funksion, kështu edhe ne, megjithse jemi shumë, jemi një trup në Krishtin dhe secili jemi gjymtyr të njëri tjetrit. Amen. Në letrën e tij, apostulli Paul drejtuar Romakëve flet për popullin e dhjatës së vjetër, flet për popullin e Izraelit, i cili skandalizohej, por Perëndia e bekonte. Jo nga që ishin më të mirët, më të fortët, më të rëndësishmit, por sipas hirit të tij Perëndia i mëshironte, sepse ishin bi dhe bija të Abrahamit. Dhe Abrahami ishte një burr besimi, kur e provoi Perëndia në fund të jetës të tij, pasi çfarëdo që i premtoi, Perëndia ja dha. Kur e provoi duke kërkuar që të flijonte Abrahami dhuratën më të përsosur dhe premtimin më të madh që i kishte dhënë Perëndia, të flijonte birin e tij, pra të vetmin që kishte dhe që e donte,
Abrahami ju bind zërit të Perëndisë. Dhe kjo, vëllezër dhe motra, është karakteristika më kryesore që e bën Perëndin të na shikojë me mirësinë e tij. Është bindja. Ma ajo që i tha Perëndia Abrahamit ishte e tmerrshme. Ngjitu thot në malin që kam për të drejtuar unë, dhe në atë mal e ti do të flijosh djalin që ti e don. Dhe për të cilin priten 100 vjet të tëra, pra atë djalë. Dhe me vizitën e Perëndisë dhe me premtimet e Perëndisë, bëri fëmijë 100 vjeçar Abrahami që ishte i vdekur sipas mishit, dhe Sara 90 vjeçe që ishte shterp, lindi fëmijë. Përse? Sepse ja premtoi Perëndia. Dhe përse? Sepse Abrahami shpresoi dhe u forcua se atë që i ka premtuar Perëndia, por që nuk bëhet, nga ana njerëzore të paktën, ai besoi se Perëndia mundet ta bëjë. Dhe kështu Perëndia e bëri dhe Abrahami erdhi që ta gëzojë një gjë të tillë. Dhe tani erdhi përsëri një provë tjetër të besoj, duke shpresuar se ai që ja dha birin e tij të vetëm që kishte, edhe në qoftë se sipas urdhrit të Perëndisë Abrahami duhet ta flijonte, Perëndia mundet përsëri që ta ringjall në mënyrë që të përmbushen premtimet e Perëndisë në atë fëmijë. Pra, një njeri Abrahami me gabime sigurisht, me mosbesime shpeshherë, por një njeri ku e bëri të kënaqur Perëndin me anë të besimit të tij, sepse besimi i tij ishte gjithmonë i bashkuar me fjalën e tij, dhe besimi i tij e bashkuar me fjalën e Perëndisë, besimi e drejtonte në bindje të plotë në fjalën e Perëndisë, qoftë se dhe ato që i thoshte Perëndia dukeshin jo logjike. Për shkak të Abrahamit, Perëndia u gjend me mënyrë bekimit ndaj një popullit me një qaftë, me një kokëfor, domethënë me një popull që shkonte në paudhësi dhe që nuk qëndroi kurrë në vullnetin e Perëndisë. Vetëm për pak kohë qëndronte dhe largohej, dhe arriti këtë popull ta çoje deri në Egjipt, dhe atje e ngriti faraonin dhe e bëri të plotfuqishëm si mbret. Sepse duhej që nëpërmjet këtij faraoni të shfaqej se kush është me të vërtet i plotfuqishmi. Perëndia me popullin e tij që e beson. Nëse don që Perëndia të jetë i plotfuqishëm në jetën tënde, duhet t'i besosh dhe t'i bindesh. Atëherë do të jetë i plotfuqishëm në jetën tënde. Nuk do të bëj vetëm ato që kërkon ose vetëm ato që don ti të bëj, nuk do të bëj vetëm ato që të premton, por do të bëj shumë më tepër nga ato ku akoma mund t'i fantazosh. Në qoftë se i beson atij dhe besimi yt do të vërtetohet me bindjen tënde të plot në fjalën e tij. Gjithë skandale ai popull, por i bekuar nga Perëndia në mes të gjitha kombeve të tjera për shkak të Abrahamit. E drejtoi deri në Egjipt, e shumëzoi në Egjipt, e bëri faraonin të fuqishëm, vetëm që të shohë dhe të shfaq forcën e tij me popullin e tij të dobët dhe me të dobtin nga i gjithë populli Mojsiun. Dhe kështu që e çliroi nga duart e forta të faraonit. Dhe e shfaqsoi për shkak të mosbindjes së kombeve të tjera, pra të egjiptasve atëherë. Mos mendo se je i drejt. Unë të bekova për shkak të mosbindjes të kombeve ndaj meje, ty të bekova. Nga që kombet e tjera nuk binden. Për këtë arsye të drejtova në tokën e Kananit, në vendin e premtimit, në tokën e premtuar. Për shkak të mosbindjes të
kombeve të tjera dhe të Egjiptit, për shkak të mosbindjes së kombeve të rreth e qarktejet, të lartësova dhe të bëra një komb të madh. Dhe apostulli Paul, duke parë se si ishte katandisur ai popull i bekuar i Perëndis, thot se me mërzi në zemrën time them se duan vullnetin e Perëndis, përmendja tyre është lart. Mendonin se janë të mëdhenj, të rëndësishëm përpara Perëndis. Dhe nuk e njoftën kurrë përfundimisht se cila ishte drejtësia e Perëndis nëpërmjet Jezu Krishtit me anë të besimit, sepse kërkuan të prezantojnë drejtsinë e tyre në mënyrë që kjo dëshirë të prezantojnë pra veten e tyre, të prezantojnë drejtsinë e tyre, të prezantojnë shëtërimin e tyre përpara Perëndis ose bindjen e tyre. Kjo gjë i drejtoi jo vetëm që të mos e njohin dot drejtsinë e Perëndis, por edhe të mos munden që t'i binden drejtësisë së tij. Pa besueshme, një popull i bekuar plotësisht nga Perëndia nuk mundi të njohë drejtësinë e Perëndis, t'i bindet dhe të shijojë drejtësinë e Perëndis, nga që donte të shfaqe drejtësia e tij. Për këtë arsye edhe u pren degët nga ulliri i mirë që është Izraeli. E humbën mirësinë e Perëndis ndaj tyre. Dhe vjen tani Perëndia tek Romakët këtu që lexuam, thot, për shkak të pabesisë së tyre u pren, ndërsa ati kombet jo hebrejt që ishe i mbjell në një ulli të egër, unë e preva degën tënde, të preva dhe të shartova në një ulli të butë. Përse? Për shkak të besimit tënd, për shkak se u binde. Nga që besove se unë e dërgova Jezusin Nazareas, e pranove dhe të bëra birës e bitimen. Shartimi çfarë është? Marr një deg nga ulliri i mirë, shkoj dhe e shartoj në ullirin e egër dhe bëhet ulli i mirë. Bën pra Perëndia të marrë degën në degën e egër, e vendos në ullirin e mirë dhe bëhet edhe dega e egër, bëhet ulli i mirë. Pra të vendos në kishën e tij. Por ki kujdes, se nuk është i egër Perëndia vetëm tek populli i Izraelit që këputi degët, edhe ti mund të këputesh. Nëse ti nuk qëndron në besim, do të pritesh. Dhe si vërtetohet besimi im, vërtetohet me bindjen time dhe me veprat e besimit tim. Besimi pa vepra është i vdekur. Nuk kam besim nëse nuk kam vepra besimi. Dhe nuk kam dashuri nëse nuk kam flijim dhe mund dashurie, i pavlerë. I krishteri ku vi, adhuroj Perëndin, marr trupin dhe gjakun e Krishtit, rizgjuar në lutjet e mia, agjeroj, të gjitha i bëj, por një gjë nuk bëj. Nuk i bindem besimit, e jo dhe në besim në të gjitha, dhe nuk kam edhe mund dashurie. I krishter, i pavler, do të pritesh. Do të pritesh nga ulliri i mirë. Dhe me Perëndin nuk luhet. Nuk do të bëj hadër tek askërkush, hir do të bëj, por nëpërmjet besimit. Kur të kesh besim në Perëndin, ku vërtetohet me veprën e besimit tënd, atëherë do të shijosh hirin e Perëndis, mëshirën e Perëndis dhe bekimin e Perëndis. Ki kujdes pra, mos e mbaj veten lart. Mos të jesh mendje madh dhe mundësisht të thot akoma më mirë. Unë ju them se nëpërmjet hirit që është dhënë ndaj meje tek ti, ndaj të gjithëve t'ju, të mos e shikoni veten tuaj më lart nga ç'duhet.
por të shikoni veten tuaj sipas masës së besimit që keni. Mos mendo më lart. Mos ke një ide të madhe për veten tënde. Mos mendo se nga që të shpëtoi Perëndia je diçka i rëndësishëm, nga që të bekoi Perëndia, nga që të dha dhuntit Perëndia, dhuntit dhe ftesa janë të dhëna, nuk I merr mbrapa Perëndia. Por çfarë ti bësh nëse do të pres nga dega, nga ulliri I mirë? Do të jenë të pavlera. Mos u bëj mendje madh për veten tënde, sepse nuk do të kesh mençuri, por do të bësh budallëk. Perëndia do të shkojnë nga gabimi në gabim, nga marrëzia nga marrëzi, në marrëzi. Sepse ke një ide të madhe për veten tënde. Sepse je mendje madh, mendon lart, por nuk ke mençurinë e duhur, nuk ke diturinë. Kush jep dituri dhe mençuri, unë kam për të të ndriçuar. S'ka për të të ndriçuar me Perëndia. Unë kam për të të mësuar rrugën në të cilën duhet të ecësh. S'ka për të mësuar me. Unë kam për të të këshilluar, kështu që ti s'ke për të dëgjuar zërin e frymës të shenjtë, dhe unë do të mbroj. Do të jesh I vetëm sikur kaliba në vreshtin që është marrë fryti I saj, pa Perëndi dhe pa njeri. Perëndia të na ruaj vëllezër dhe motra. Vetëm nga që një moment ndjeva se më bekoi Perëndia. Dhe jam të gjitha I bëj. Edhe agjeroj, edhe lutem, edhe rriz gjuar, edhe lexoj fjalën e Perëndis, edhe përmbushem me frymën e shenjtë, edhe predikoj, edhe profetizoj, të gjitha I bëj. Por të pavlera janë. Në veri të gjitha këto për Perëndin, nëse besimi jot nuk ka vepra besimit, dhe nëse dashuria jote nuk ka mund shërbimi, atëherë do të pritesh. Je I vakët, do të vjell Perëndia nga përbrendshmet e tij, dhe të mos e them kështu më mirë, do të na vjell Perëndia nga përbrenda tij. Nëse sot nuk I afrohemi Perëndis si fajtor, nëse sot nuk I afrohemi Perëndis të larë me gjakun e Jezu Krishtit, të pastruar me fjalën e Perëndis, të përullur përpara Perëndis, dhe të themi mëkatuam o Zot Perëndi, ne shumë jemi fajtor, na fal o Zot. Kështu gëzohet Perëndia, mbaruan mëkatet e tua, mbaruan paudhësitë e tua, por nuk mbarova me ty dhe nuk mbarove me mua. Tani, a don të më bindesh? Do të jap forcë unë të më bindesh, do të shfaqi unë gjëra që të bindem, nuk të pyes nëse mundesh apo jo, sepse nuk mundesh, pa Krishtin nuk mundemi asgjë të bëjmë. Nuk të pyes nëse mundesh, por të pyes, a don të më bindesh? Dhe ne themi amin. Amin o Zot, duam. Më ndihmo o Zot në dobësinë time. Më ndihmo o Zot në budallëqit që bëj. Më ndihmo o Zot në krenarin time, në mendje madhësin time më ndihmo o Zot. Më ndihmo o Zot, dua të bindem. Për këtë arsye, më dhuro një frym të përullur, një zemër të butë, të dridhem tek fjala jote, që të kënaqesh me mua dhe me ne, nga që të bindemi, nga që kemi vepra besimi dhe se kemi dhe mund të dashurisë. Shërbe vëlla dhe motër, mos ki frikë. Shërbe, çfarëdo që të bësh, dërgon tek Perëndia. Shërbe me gjithë zemrën tënde, puno. Sipas masës së besimit tënd, sa të ketë dhënë Perëndia, bëj atë që të ka dhënë. Mos u bëj përtac. Mos mendo se ke të drejtë, sepse pyes atë që më pyeti Perëndi, a ke të drejtë? Ti çfarë mendon për veten tënde? Ke të drejtë? Thuaj jo, vëlla dhe motër. Mos thuaj se kam të drejtë. Do të mbyt e drejta jote. Do të mbytesh nga vetvetja jote. Nuk të them se nuk ke të drejtë, por të them se në shumë jemi fajtor të gjithë. Këtë e thot fjala e Perëndis. Të pyet Perëndia, a ke të drejtë?
Mos thuaj po kam të drejtë. Mos thuaj po sepse humbe. Krishti ka të drejtë. Vetëm Krishti. Unë nuk kam të drejtë. Shpesher mendoj, fukaraj fariseu, mendon të si ishte i përkryer, për zemra e tij është e fryrë. Mendon të si ishte më i miri nga të gjithë, dhe ja tha dhe Perëndis këtë. Nuk ka më të mirë nga mua. Mendon të se kishte të drejtë fariseu, por ishte në padrejtësinë e tij. Në veri përpara Perëndis. Jo, Perëndi, nuk dua të jem një neveri për ty. Nuk dua, o Zot, nuk kam të drejtë, ti ke të drejtë, o Zot. Vetëm gabime di të bëj, asgjë të mirë s'di të bëj. Më fal, o Zot Perëndi. Amin, vëllezër dhe motra. Dhe mos shfaqsohemi, mos themi se e di unë se që them. E dini sa herë kam thënë se di çfarë them, por sot pendohem. Sot pendohem, o Zot. Dhe pa mend jemi. Dhe aq sa më shumë kemi mendjen e madhe, kaq më të pa mend jemi. Por sa më tepër të i afrohemi Perëndis me parulsi, duke ju bindur njëri tjetrit, kaq më shumë lavdarohet Perëndia, një gjë të cilën e duam. Nuk duam të lavdarohemi ne. Nuk kemi asgjë që të tregojmë tek askërkush. Vetëm rreptësinë tonë kemi të tregojmë. Por një gjë duam të bëhet në jetën tonë, të lavdarohet Perëndia. Vetëm ai. Vetëm ai të lavdarohet. Shiko pra, thot apostulli Paul tek Romakët, krishtërimin e Perëndis dhe rreptësinë e Perëndis. Tek ata që u rrëzuan dhe tek ato që nuk besuan rreptësinë e tij. Kurse tek ti, krishtërimin e Perëndis, mirësinë e Perëndis. Deri kur? Derisa të qëndrosh në besimin në Perëndin. Të rilindi, po na rilindi, na pagzoj me frymën e shenjtë. Na pagzoj me frymën e shenjtë. Na bekoj, po. Dhe kush e bëri këtë? Mirësia e Perëndis. Do të vazhdoj? Sigurisht që do të vazhdoj nëse këmbgulim në besim duke vërtetuar besimin ton me vepra dhe në dashurinë duke vërtetuar me mund të shërbimit, duke shërbyer të tjerëve. Ndryshe, për ndryshe asgjë. Mbi ata që u rrëzuan rreptësinë dhe mirësinë ndaj tejet nëse ngulmon në mirësinë. Përndryshe edhe ti do të këputesh. Ashtu sikurse ata nëse nuk qëndrojnë në mosbesim, do të shartohen, sepse Perëndia është i fuqishëm ti shartoj përsëri. Sepse mundet Perëndia edhe ti heq, edhe ti vendos. Ai nuk është i plot fuqishmi. Ai është që i sharton dhe ai është që i pret. Ai është që shton dhe ai është që i heq. Për këtë arsye, nuk dua, o vëllezër, që të mos e dini këtë të fsheht, këtë mister, që të mos mbaheni më të madh në veten tuaj, si ka ndodhur një ngurtësim një pjesë të Izraelit derisa ta ketë hyrë tërësia e jo hebrejve. Pra Perëndia diskutoi me popullin e Izraelit, nuk qëndruan në besim, nuk e njoftën drejtësinë e Perëndis, por një pjesë të vogël e la Perëndia, la Pietrin, la Palin, dhe me bën përshtypje të gjithë sa kanë shkruar dhjatën e re, përveç Lukës, të gjithë janë hebrejnë. Është pjesa e vogël e popullit të Izraelit që e la Perëndia. Dhe drejtohen tek jo hebrejt. Dhe drejtohen edhe tek ato të rrethprerjes apo të mos rrethprerjes. Kush të besoj? Por një mbulesë ekziston tek popujt. Sepse duke dashur të prezantojnë, dhe këtu të kemi kujdes vëllezër dhe motra, dëgjojeni këtë. Duke dashur të prezantojnë drejtësinë e tyre, e humbën drejtësinë e Perëndis. E them dhe një herë tjetër, duke ju drejtuar së pari vetes time, por edhe të gjithëve t'ju.
duke dashur të prezantojnë drejtsinë e tyre, e humbën drejtsinë e Perëndisë. Duke dashur të shfaqin të drejtën e tyre, e humbën drejtsinë e Perëndisë. Duke dashur të paraqesin veten e tyre sikur mendonin të rëndësishëm dhe të madh, e humbën mençurinë e Perëndisë. Deri kur? Derisa të mbarojë Perëndia diskutimin e tij me kombet dhe të bëhet rrëmbimi i kishës. Dhe pastaj do të vazhdojë përsëri, dhe pastaj do t'i përdor në mënyrë të fuqishme, sepse në 7 vjeçarin e Antikrishtit nuk do të mblidhen vetëm nga hebrejt një numër njerëzish, por nga të gjitha kombet. Çdo gjuhë, çdo fis, çdo komb do të shpëtohen, sepse do të dëgjojnë predikimin nga 144.000 vetat që janë fillimisht dhe fillimisht nga 2 profetët, ku të gjithë janë hebrejnë dhe izraelit. Por tani janë të prerë vetëm në qoftë se pendohen dhe binden. Vëllezër dhe motra, dua t'ju tregoj diçka. Ju them diçka, se Perëndia me fjalën e tij profetike na shfaq të ardhmen. Uroj që askërkush nga ne të mos jetë i prerë, por fatkeqësisht disa do të jenë të prerë. Sot është koha e përshtatshme. Sot është dita e shpëtimit. Sot është momenti të themi pendohem. Unë e them për veten time, pendohem o Zot. Askërkush nga ne nuk është e vënë për Perëndin, sepse kemi gjetur hir deri tani. Sot pendohem me gjithë zemrën time. O Zot Perëndi, më ndriço që të kem vepra besimit dhe më jep dashuri që të kem mund dhe flijim të dashurisë. Sepse tek ato nuk është i pa drejt Perëndia që të harroj veprën e besimit të tyre dhe mundin e dashurisë së tyre. Cila është vepra besimit? Është bindja në fjalën e Perëndisë. Shikoni njëri tjetrin më të mëdhenj nga vetja juaj. Vishuni me përulësinë, sikurse ti shikoni të gjithë të tjerët më të mëdhenj nga vetja juaj. Vëllezër dhe motra, nuk është të lutem dhe të agjeroj ku është shumë e rëndësishme, por përpara duhet me respekt të na dëgjoj Perëndia dhe të na shoh. Frikë të Perëndisë. Izraelitët janë të dashur, thot apostulli Paul. Le që sipas zgjedhjes së tyre janë të zgjedhur përmjet ëndrrave të tyre, por sipas Ungjillit nuk e pranuan Krishtin, sepse u munduan të shfaqin drejtsinë e tyre dhe mohuan drejtsinë e Perëndisë. Rezultati, sikurse ju nuk u bindet tek Perëndia, tani jeni fituar mëshirën për shkak të pabindjes së tyre. Do më thënë, çfarë u bë se më mëshiroi Perëndia nga që nuk u binden ato? Ato nga bekimi i shumët ju rrit mendja e tyre dhe u pren. Dhe unë nga vuajtja e madhe u përula dhe më bekoj Perëndia. E kuptuam këtë, vëllezër dhe motra. Për këtë arsye, thotë se Perëndia i mbyllit të gjithë në mos bindje që të mëshiroj të gjithë të tjerët. E them dhe një herë tjetër. Nga që unë ku mos ndodh kjo, nga që ne ku mos ndodh kjo, na rritet mendja, na u rrit mendja sepse na bekoi Perëndia me dhuntit që na ka dhënë, me ftesën e tij që është e dhënë tek ne, na bekoi Perëndia dhe ne na u rrit mendja, atëherë na preu Perëndia. Zoti të na ruaj. Dhe të tjerët, për shkak të vuajtjes së tyre, mbeti vetëm një shpresë. Krisht më shpëto. Dhe kështu u shpëtuan dhe u bekuan. Për shkak të mosbindjes së tyre, erdhen në vuajtje, u penduan, u kthyen dhe i shpëtoi Perëndia. Kurse unë për shkak të bekimit që më dha Perëndia, mu rrit mendja, mendova veten time si jam i madh, e humba frikën e Perëndisë, e humba mençurinë e Perëndisë dhe më mohoi Perëndia.
Zoti të na ruaj. Për këtë arsye, therret apostulli Paul, duke thënë: o thellësi i pasurie, urtësi dhe diturie e Perëndis. Përpara atyre që kuptoi apostulli Paul, po thellësi, pasuriet, urtësiet dhe dituriet, sa të pa hulumtueshme janë gjykimet e tua, o Perëndi. Sa të pa shtershme janë udhët e tua. Ma kush e njohu mendjen e Zotit? Ose kush u bë këshilltar i tij? Kush i dha atij më parë që të ketë për të marrë shpagim? Nuk kemi kuptuar, thot apostulli Paul, se të gjitha gjërat pra nga Perëndia, nga Jezu Krishti dhe nëpërmjet frymës të shenjtë u bën të gjitha. Të gjitha janë nga Ati, Biri dhe frymi e shenjtë. Nuk është as nga ti, as nga unë. Mos mendojmë, vëllezër dhe motra, se bëra diçka dhe u bë shumë. Të gjitha janë nga Ati, Biri dhe fryma e shenjtë. Kurse ne çfarë jemi? Shërbëtor të pavlerë. Këto jemi. Për këtë arsye, keni kujdes. Mos t'ju rritet mendja nga ç'duhet. Sepse nëse ju rritet mendja, atëherë nuk do të jeni të mençur. Do të bëheni të pamend, do të bëni budallallëqe, do të bëni ato që nuk duhet. Verbat e tuaja do të jenë në veri për Perëndin. Ju lutem pra, thot apostulli Paul, vëllezër dhe motra, këtë të bëni. Të ofroni trupat tuaja një flijim të gjallë për Perëndin. Mos ofroni flijime, ofroni trupin tuaj si flijim. Flijim të gjallë, të shetëruar, të pëlqyer tek Perëndia. Dhe ky është shërbesa juaj e mençur. Ofroje trupin tënd flijim për Perëndin. Do më thënë, të vdesësh për botën, të mos bashkohesh me vullnetin e kësaj bote. Mos u bashkoni me logjikën njerëzore. Mos përdorni logjikën e botës. Flijimi është holokaust të flijohesh. Ofroje gjithë trupin tënd tek Perëndia. Mos gjiko, mos akuzo, mos dëno, mos mendo për keq. Flijoje trupin tënd një flijim të gjallë, të shetëruar tek Perëndia, sepse atëherë shërbesa juaj do të jetë e mençur. Dhe mos u konfirmoni me këtë botë, por transformohuni çdo ditë, çdo ditë transformohuni duke kaluar nga shetërimi në shetërim, nga besimi në besim, nga shpresa në shpresë, nga lavdia në lavdi. Mos shiko pranë tejet, por shiko lart. Nëse do të krahasosh veten tënde me dikënd, mos e bëj me atë që ke pranë tejet, sepse nuk është diçka e mençur. Shko dhe krahaso veten tënde me Krishtin. Hajde deri me apostullin Paul që ti ngjash. Jo ti thuash se je më i madh se apostulli Paul, por që ti ngjash atij. Është sikur të them unë, e di unë tani, çfarë të themi tani, s'jam i njëjtë me evangelin këtu poshtë. Njeri i pa mend do të jem. Don të krahasosh veten tënde me Krishtin apo me kishën e parë apostolike, vetëm që të ngjajmë atyre. Përndryshe, disa do të këputen. Zoti të na ruaj. Të mos jemi një nga ato që janë për të këputur. Të mos jemi nga ato, Zot. Unë dua sikur vazhdojmë të gjithë së bashku, të arrijmë deri në fund të gjithë së bashku. Të mos lëm as thundër dhijet mbrapa. Të gjithë të hymë të pasur nëpërmjet portave të qiellit të mbretërisë të Perëndisë, të mbushur me frymë të shenjtë dhe të përulur, dhe të mbushur me njohurinë e vullnetit të Perëndisë. Për këtë arsye, le të njohim dhe të dimë se sikur në një trup ka shumë gjymtyr, sikur një trup pra kush ka shumë gjymtyr,
Jo të gjitha gjymtyrët kanë të njëjtën vepër të bëjnë. Nuk mund të mburret syri sepse shikon. Nuk mund të mburret syri tek veshi se unë shikoj. As veshi nuk mund të mburret tek syri se unë dëgjoj. Çfarë? Jam vesh, po por dëgjon për nuk shikon nga që je vesh. I pa vlerë je atëherë. Por që të jesh i vlefshëm, duhet jo vetëm të dëgjosh, por edhe të shohesh. Duhet edhe të ecësh. Kjo është kisha e Krishtit, vëllezër dhe motra. Mos mendoj ndokush për veten e tij se është më shumë nga ç'është. Më i madh nga ç'është. Të gjithë me pyeti dikush, a jemi të gjithë të shenjtë? I thash, po, të gjithë të shenjtë jemi. Unë kështu besoj. Unë kështu lutem, kështu dua. Të gjithë të shenjtë. Kështu të gjithë, pa përjashtuar askërkënd. Gjithë secili me veprën e tij, me atë që i ka besuar Perëndia, vetëm ta bëhet të përsosur. Dhe si bëhet e përsosur? Bëhet nëpërmjet bindjes dhe nëpërmjet besimit. Nëse besimi bashkohet me fjalën e Perëndisë dhe nëse dashuria ka veprat e besimit. Dhe atëherë të ecim, vëllezër dhe motra, të shohim lart për të lavdëruar Perëndin ose poshtë për të përulur tek Perëndia. Fariseu çfarë bënte? Shikonte majtas dhe djathe, shikonte andej targambledhësit, shikonte nga ana tjetër të tjerët dhe u bën një njeri i pa vlerë, një i prerë. Kurse targambledhësi nuk shikonte lart, kokën e kishte poshtë dhe çante. Dhe thoshte, "Me fal o Zot se jam mëkatar." Ne të çojmë kokën lart për të lavdëruar Perëndin dhe të ulim kokën poshtë për të përulur. Të mos shohim majtas as djathas, sepse duam të hyjmë në mënyrë të pasur në mbretërinë e qiellit.